Greqia gënjeu sërish. Komisioni Evropian përgënjeshtroi çdo marrëveshje mes autoriteteve greke dhe kreditorëve kryesor ndërkombëtar, Bashkimit Evropian, Bankës Qendrore Evropiane dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërkohë që qeveria greke kishte konfirmuar se Gjoja kishte siguruar një afat 2 vjeçar për të rregulluar buxhetin dhe deficitin e tij. Për parim thelbësor është shënuar në diskutimet me Greqinë, por marrëveshja ende nuk ka, pasi shumë çështje të rëndësishme vazhdojnë të mbeten ende evidente para arritjes së një marrëveshje globale, konfirmoi Simon O'Connor, zëdhënës i Komisionit Evropian i ngarkuar me çështjet ekonomike. Edhe Mario Draghi nga Banka Qendrore Evropiane, e cila është pjesë e treshes kreditore, thuajse fjalë për fjalë deklaroi të njëjtën gjë. Shqyrtimet nuk kanë përfunduar ende, e kuptoj progresin që është bërë deri diku, por disa pjesë duhet përcaktuar ende, dhe nuk jam në dieni të arritjes së ndonjë marrëveshje deri tani. Nuk mund t'i komentoj më shumë këto zëra. Kështu, për Greqinë ende nuk ka një afat kohor për të zbatuar masa shtrënguese ekonomike në këmbim të përfitimit të fondeve ndërkombëtare të ndihmës. Raportohet se Greqia ka kërkuar zgjatje të afatit aktual nga viti 2014 për në vitin 2016 për të arritur qëllimet e uljes së deficitit. Ministri grek i financave Yanis Tornaras deklaroi dje se ishte arritur një marrëveshje për zgjatje të afatit si pjesë e negociatave për reforma dhe shkurtime harxhimesh në vlerën prej rreth 13.5 miliardë eurove, në mënyrë që Greqia të fitonte të drejtën e ndihmës ndërkombëtare. Pa ndihmën e radhës prej rreth 31 miliardë eurosh, qeveria greke thotë se në fund të nëntorit do të ngrejë duart lart e dorëzuar në falimentim.